Më para ka qenë një kërkesë e madhe e Kirikovit, kurse tani për shumë ka arritur që në cilësi dhe duan të shijojnë atë pjesën e erës që kanë aroma dhe ndjet atë që ha. Është me kasht, është punim me kasht. Po. Me ruajtur. Shumë kem piktura shumë nga ta koncerën socialist, ka qenë djali i ka për të pikturën. Po. Autoportret. Kemi edhe këto punimet e kryqi katolik, kemi këto të vjetë, këto këpuse vjetë 1800-1700, një pistolet me mulli. Pse u solëm të Krenari? Krenari është një model punishte, cili tani ka kthyer të punishte në një turizëm të qëndrueshëm me produkte tipike. Ne kemi formuar përmet në vitin 2013 stokut përmeti, kishte lëvizja e parë për mbrojtjen e ushqimeve në Shqipëri. Pastaj më vonë pas përmetit bë frymë kelmendit edhe më vonë dhe prezantuan produktet tona jashtë, në çdo vend panajër jashtë shtetit, në mënyrë që të merrim marka gjeografike, të brandonin produktin. Këto është pjesa e zgjerrjes që neve e zgjidhim trupin. Dhe mbas zgjerrjes neve hedhim në ftoje. Për ato sepse sot ka ardhur klienti kërkon sa më pas. Brakit tipike, mjalti, tranat, çdo gjë domethënë që është tipike e zonës. Vetëm këtu ka pas raste që njerëz nuk kanë fjetur dot, kanë shkuar në Gjirokasë ose kanë shkuar në qytet tjetër. Fundjavave sidomos, flasim. Përmeti ka qenë full domethënë me turizëm.